Një armë e re me fuqi të madhe shkatruese me shpejtësi supersonike është në duart e Serbisë. Javën e kaluar, presidenti serb Aleksandar Vučić konfirmoi blerjen e raketave balistike nga Kina, CM-400, duke u bërë vendi i parë në Evropë që i posedon ato. Çka janë këto armë dhe çfarë kapaciteti kanë? Këto raketa konsiderohen më të avancuarat që kanë pasur ndonjëherë forcat armatosura të Serbisë. Ato mund të godasin objektiva deri në 400 km largësi. Megjithatë, versioni për tregun e huaj, i quajtur CM-400 AKG dhe i zotruar nga Serbia, ka një rrezëveprimi më të shkurtër, rreth 250 km. Sipas specifikave në fazën përfundimtare të fluturimit drejt objektivit, raketat arrin një shpejtësi rreth 5 herë më të madhe se shpejtësia e zërit. Analistët ushtarak vlerësojnë se asnjë vend në rajon nuk ka një sistem kundërajror që mund t'i ndalojë ato në mënyrë efektive. Presidenti serb tha se raketat tashmë janë integruar me sukses në avionët luftarak rus MiG-29, të cilët i zotron Serbia. Ai nuk dha detaje për numrin e raketave të blera ose koston e tyre, por i përshkroi si shumë të shtrenjta. Kush tjetër ka raketa të tilla? Sipas Institutit Ndërkombëtar të Kërkimeve për Paqen në Stockholm, Pakistani ka blerë raketat supersonike CM-400, konkretisht versionin CM-400 AKG nga Kina. Nga viti 2010, kur u porositën deri në vitin 2019, 100 nga këto raketa ju dorëzuan Pakistanit. Ushtria serbe, pavarësisht paralajmërimeve nga perëndimi, posedon prej kohësh armë të ndryshme kineze, nga dronët luftarak deri te sistemi raketor kundërajror FK-3. Si u prit blerja e raketave kineze? Bashkimi Evropian, ku Serbia synon të antarësohet, theksoi se vendi duhet të bëjë zgjedhje të qarta strategjike në rrugën e tij drejt integrimit evropian. Kroacia, vend antar i NATO-s, tha se do t'i njoftoj shtetet në aleancën ushtarake për këtë veprim të Serbisë. Kurse vetë NATO-ja, partnere së cilës është Serbia, nuk reagoi ende. Blerjen e raketave kineze, Kosova e përshkroi si shpërfaqje tendencave hegemoniste të Serbisë ndaj vendeve fqinje.